temë personale me ty. Shembull ti kur ke qenë në studion e fillimet e para, në debate që ke qenë shumë e zjarta, ti natyrisht i ke pas i ke pas kritikat e tua për gjeneratat e reja, për fenomene të ndryshme. Dhe kur pas një kohe, domethënë ti fillove me disa vedu, me disa ndryshime që është edhe banale, nëse flasim tash edhe ndryshimin e ngjyrës flokëve shembull, ishin në fakt komentet që vetëm dëgjoj. Unë e kam pasur para 6 vite. Okej, vetëm dëgjoj. Ishin edhe komentet realisht që, okej, a ishte kjo shkurta që po i kritikonte vajzat e reja? Jo lidhet kjo me ato hiç kurrë. Po, jo, lidhet me disa vedu të tjera ti që i ke bërë shembull të një estetiste. A ku fol herën për ngjyrat flokëve? Gjema një video që unë ku fol herë për ngjyrat. Po ti ke fol për ndërhyrje të vajzave që i bëjnë. Ndërhyrja është tjetër çka. Amir. Dëgjom, unë mora këto si shembull, pedi ku po do me lon punën e këtu. Jo nuk është banal. Jo. Është po banal, nuk është banal. Nuk do të më ndërlidhet ngjyrën e flokëve me gjëra banale. Jo. Pedi ku po do me dal, po është gabim. Ku po do me dal? Apo pedi ku po do me dal, po të gjëra banale, jo ndryshime ndërhyrje. Ndërhyrje është këtë tjetër çka me dal për vetes tonë, që kjo ngjyrë, kjo nuk është as me fejt gjëra. Po më dëgjon tash? Po ndëgjoja me po ti në këtë studi ke kritikuar vajzat e reja. Madje kanë qenë kritika shumë të ashpra. Pas një kohë ti ke pas disa vedu të një estetiste. Po dëgjom shkurt tash, ti ke pas disa vedu të një estetiste që nuk e pas ndërhyrje, e ke bërë një trajtim. Edhe vetë estetisja në këtë studi ka treguar, domethënë faktin e trajtimit të tënë. Unë po dua dal tek ato komentet, dhe tek ajo çështja që është që do të thotë komentet ishin që, okej, ai shkurta që në këtë studio ka kritikuar dhe ta shkon te një estetiste. Njerëzit edhe i keq kuptojnë, domethënë njerëzit nuk e kanë shikuar nëse ti ke bën ndërhyrje. Ty kanë njëtuar me të pa në atë sall. Kjo është çështja. Ti ke bën ndryshime, unë s'kam bën ndryshime. E morë shembull ngjyrën e flokëve. Po. Se njerëzit mund të thoshte ajo dhe me kur bëj unë tema në lidhje me ngjyrën e flokëve është këtë të shka. Njerëzit duke dimra pa dallën veç pak zoj. Dallën mu drejtu mu komentet pe njerëzit që nuk e kanë profesionin e Amirit, që Amir është një djalë i shkollum, i studium, është profesionist, është moderator, ka një pozitë ngritën, është një njeri domethënë që ka aftësi, edhe nuk e shtiu në Amirin, nuk e shtiu Amirin në kategorinë me ata. Çka bëra që nuk i kam këto tash? Çka bëra që nuk i kam këto? Çka bëra tash që nuk i kam këto? Unë të thash ty, po se pe lidh me kritika, s'u ndryshuar një me njëjta. O shkurta, a thash unë që po shembull po marr një rast më banal që mund të jenë ngjyra flokëve. Që jo specifikisht s'është banal, por mos është banal se kush më mua më herët. Unë edhe para 6 viteve i kam pasur tek te kuqe. Njerëzit mund me marr banal. Atë thjeshtosojmë pak sepse po ndohet që po tjetër jo që direkt personale. Do të thani nuk është i mirë se jemi ne ferma, edhe di po pëlqen mas spori, nuk po pëlqen komenti që po thotë ka kritikuar vajzat. Unë kam kritikuar veprimin e aty në persona që bojnë atë veprim. Po jo mi përgjësu gjitha vajzat. Jo zamrame. Nëse flet në emër, nëse flet në emër gjitha vajzave, është tjetër çka. Nëse flet në emër të veprimit, që unë jem kundër, nuk e generalizojna. Domethënë nuk mundu me thonë krejt vajzat, krejt djemt. Po ti the krejt vajzat, që i ke kritikuar vajzat. Nëse unë kritikoj veprimin që e bojnë për shembull disa femra, për shembull zot që kam kritikuar ndërhyrjet, unë jem kundër dhe jam edhe vazhdoj me kundër, sepse unë s'kam ndërhyrje, edhe nuk do të bëj ndërhyrje. Unë jam e njëjta, unë s'kam bërë asnjë ndryshim. Ngjyra e flokëve as me fe nuk është gjuna. Ngjyra e flokëve nuk është kjo absolutikisht bashkë kur gjë. Është diçka që ndrrohet. Ti për shembull nëse bësh tash në operacion, ti sonë kthen. A unë që to kur dush i lyj dhe i lup flokët e mia ndalë kur dush. Shkopë të nëse bën nuk ka gjë të keqe, nuk e di pse po bëhet personale. I ka kritikuar vajzat. Rolandin e kemi që po na pret. Moni me sonë veprimin apo jo vajzat. E kemi Rolandin që po na pret na bashkohet në këtë temë natyrisht për të marrë pak një kënd vështrim edhe nga djenta në këtë jetën perfekte që sot kërkohet nga gjitha palët. Roland, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta dhe juve. Na gjeti në mes të debatit, Rolanda, dhe pyetja e parë që shkon kjo jeta, jeta perfekte, falso apo e vërtetë, si është aty? Sepse duke që gjithë kemi një jetë perfekte tash, nëse na shikon në rrjetet sociale, po si qëndron e vërteta? Faleminderit, fillimisht Zojës edhe Shkurtës, po i thom kur të nxehen që shtullet e pin ka pak ujë dhe klla ditën pak. Unë të isha thonë na prudë, se s'kena. Po degradon pak tjera suanca po shkon në biseda. Unë fillimisht çka është si Roland jetën perfekte, është veç familja. Momentin që ti krijon familje, bëhesh familjar, e keni fëmijë, e keni që ajo është perfeksioni i kësaj jete me sa unë e shoh. Edhe që është unë e shoh. Kuptohet.
Pjesa tjetër është qysh na ja bojmë vetit. Po, qysh ja bëjmë vetit. Dhe Zoj, qysh ja bëjmë ne vetit. Na ja bëjmë atë qysh dojna. Kjo mendon që është një jetë e rehatshme, kur ti bën çka don, a? Jo, unë e thash edhe paraprakisht, jeta perfekte në këndvështrimin tim ekziston nëse ti ke paqe. Jo gjithmonë jeta perfekte është luksi. Jeta perfekte është nëse ti ke paqe me vetveten edhe me njerëzit që ty të rrethojnë. Gjithë secili person e llogarit jetën perfekte në mënyrën e vet. Dikush mundet me pa jetën perfekte te luksi, dikush mundet me pa te familja, dikush mundet me pa Nëse kisha mujt me ndërhy, a dina qaj kena problemin e vetëm, ne kështu përgjithsisht është një ajo, që na marrëm shembull dhe lakmojmë në jetë të huaja. Mendon që ky stili e prej shteteve europiane Nuk qyrim, na nuk nisëm prej vendit ku vim, po na flasim që sheshuin Amerikën, nuk flasim që sheshuin Kosovën dhe për Amerikë, se të njëjta se në jena tu i badhe në Kosovë, nuk kena ma pëse me marrë shembull në Amerika, në Zvicra, dikon. Se që ato sene ju tu jetu ta shtena. Kur zhva tjetër, se kjo është individual, dhe të zgjedh çka don. Këto është në pyetje kjo Na tash po flasim nëse dojna mi abu qefin vetit, ma folin për Amerikanë. Njeri me sy mund me po që e shë edhe t'jellin, po së ne prek edhe t'jellin. Që du t'mu njës për asojna, qa mund është me mëri, me kratur, me montunin. Kosovë dhe na nuk mujna me njek një trend ose me bo diçka. Na shumë shumë rinit që janë shumë en. Janë sene që zhvillohen që evolujnë me kohë. Ana shkalusja dhe shumë të tjerë që ne i shojmë duke shfaqë luksin, e kanë atë luks. Po e kanë, edhe problemi ma i madhe është ata që gjykojnë luksin, pretendojnë po qatë sen me ba. Ma shumë se femra,